do ngjitemi në Serbi aty ku kemi një deklaratë të ministres ditët e fundit të pushtetit administrativ, të pushtetit lokal, që nëse do ishte në vendin e Miloševićit do ta spastronte komplet teknikisht Kosovën. Reagimet shumëta, shpallje non grata nga Prishtina, një deklaratë nga Tirana. Ju si keni lexuar në tërësi reagimet dhe pas kësaj deklarate, mund të themi që është e rastësishme kjo, apo po bëhet përpara një hapjes së një fushate në Serbi për zgjedhjet që po vinë për të rritur atë frymën nacionaliste? Unë do të thoja, jam shpër dhe para disa ditësh në një media tjetër shqiptare që kam thënë që ajo është psikopat ose skizofrene. Shqipëria duhet ta shpalli pa hezitimisht non grata. Jo rastësisht ka qenë deklarata e saj sepse Serbia ka hyrë në fushatën e saj për zgjedhjet parakohshme dhe Vučićit i duhet një zë nacionalist, por besoj që edhe serbët janë të sqaruar mirë që Kosova tashmë është vetë është e humbur nga Beogradi dhe nuk mund të rikthehet më në gjirin e Beogradit, por deklarata e një ministër apo një drejtuese lart e Partisë Socialiste që të Vučićit, një njeri në moshë dhe gjinisë femërore të ketë të tilla mendime ideologji në shekullin 21, spastrime etnike, ku bota po heq kufit, ku bota thot jemi bashkë, globalisht gjithë bashkë, ku kemi treget e përbashkëta, shtete pa kufi, shtete miqësore, vllazore, dhe kjo sot kërkon spastrime etnike, më duket diçka provokative, por serbët kanë filluar të fundin Maqedoni të provokojnë dhe në qeveritë e Miskosit ka pas provokime nga një ministër serb i pakicës serbe kundër deputetëve shqiptarë dhe deputete të gjinisë femërore, pra këto më duken si acarime dhe nerva që vetë serbët kanë me vetveten dhe duan t'i shprehin tek shqiptarë. Kjo ka dhënë një shkak mirë Shqipërisë që ta shpalli non grata dhe duhet t'i paraqesi gjykatave ndërkombëtare për një deklaratë të tillë, jo vetëm që jepet dorëheqje si ministër, por përshtohet edhe nga skena e politikës, sepse ka raste të shumta, më mend duket para 30 vitesh apo 25 vitesh kur në Austri fitovi një njeri që dha deklaratë naziste kundër izraelitëve, jo vetëm që nuk u bë kryeministër, por u shkarkua edhe si kryetar partie, domethënë që ishte fituesi i zgjedhjeve dhe si kryetar bashkiak e tjerë. Pra shtetet serioze marrin masa të duhura. Por kjo ndodh kur Shqipëria duhet bëj presionin e saj, ashtu siç veprovi Kosova që e shpalli non grata, Shqipëria duhet ta shpalli non grata sepse bëhet fjalë për shqiptar të Kosovës apo shqiptar të ish Jugosllavisë që kërkon spastrim etnik. Dhe nuk bëhet fjalë për një etni tjetër që nuk ekziston etni tjetër në Kosovë, domethënë krahasim me shqiptarët që themi donin serbës spastrim etnik. Prandaj them që duhet ta çojmë në gjykatë. Zoti Valla, kam edhe diçka të fundit për ta mbyllur me situatën politike në Shkup, aty kishim ndryshimin në qeveri, por do reflektoj diçka ndryshime kjo që ndodhi në qeveri edhe në realitet për shqiptarët? Jo, ndryshimet u bën në qeveri për të tërhequr vëmendjen nga problemet e shumta dhe borxhet që ka Maqedonia për derën e mbyllur për mos vazhduar hapat e saj për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, ku vetë Mickovski tha neve nuk kemi më nevojë për BE-n, BE-ja këtu na ka kur dohet na tresi, pra kjo tregon që shpresa e kësaj qeverie për të bërë ndryshim dhe për të arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian apo dhe me Bullgarinë që kanë probleme historike, probleme emrash, atëherë kjo gjë përfundoi. Dhe në këtë kohë Mickovski bëri taktikën e tij si çdo kryeministër, rifreskim të kabinetit qeveritar. Çështja është ky rifreskim për 8 ministrat që u votuan, pothuajse gjysma e kabinetit, edhe më shumë. Ata ministrat e tjerë nuk dha një llogari, pse u ndruan, a ishin pa afta, ishin ignoranta, gabuana, vodhën leka, pra bëjmë rifreskim qeverie se kështu duam ne. Për rifreskim qeverie gjithmonë bëhet kur ministrat e pa aftë shkarkohen dhe dënohen. Jo bëjmë ne përqe, prandaj, por Maqedonia është një shtet i vogël, i brisht, me një ekonomi shumë të dobët në krahasim me Shqipërinë, po janë menaxhues mirë të politikave, sepse bëhet fjalë për një popullsi brenda që është sot 1 milion, 1 milion e 500.000, se kanë dhe këto emigracion, dhe 1 milion apo 1 milion e gjys banor në një shtet si Maqedonia mund me menaxhohen vetëm me ndihma sociale dhe asistencë sociale me ato fonde që Bashkimi Evropian apo organizata të ndryshme. Falenderoj shumë për bisedën dhe çështjet që trajtuam. Faleminderit dhe juve.